E tha Ibrahim at-Taymi rahmetullahi alayh, mukhlisan lahu ad-din, veprat me i bë sinqerisht për Allahun, do të thonë yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi, i mbulon apo i msheh veprat e tij të mira ashtu siç i msheh veprat e tij të këqija. Pra ky njeri është i sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Than dietar për muslimanëve, sinqeriteti është që njeriu të bën një vepër në nënshtrim ndaj Allahut sinqerisht vetëm për Allahun, të vetëm, duke mos i shoqëruar Allahut ortak në këtë vepër, duke mos e bë këtë vepër për dikant tjetër pos Allahut, e që mos ketë për qëllim që me këtë vepër të arrin respektin dhe madhërimin nga ana e njerëzve, mos ketë për qëllim me këtë vepër që të arrin përfitimin e ndonjë të mire prej begative të kësaj bote apo në fenë e tij, dhe mos ketë për qëllim që nëpërmjet kësaj vepre të largon ndonjë të keqe prej të këqijave të kësaj bote.